Në botën e futbollit, vëmendja nuk është më e përqendruar vetëm te ndeshjet dhe golat, por gjithnjë më shumë edhe te stili i lojtarëve jashtë fushës. Sidomos gjatë periudhave të mëdha si Kupa e Botës, çdo detaj i paraqitjes së tyre kthehet në lajm dhe komentohet në rrjetet sociale. Në aeroportet ku kombëtarët udhtojnë për ndeshjet e botrorit, kamerat shpesh fokusohen jo vetëm te yjet e fushës, por edhe te aksesorët që ata mbajnë me vete. Një trend që po bie në sy gjithnjë më shumë janë çantat luksoze me vlera që shkojnë në mijëra apo dhjetra mijëra euro. Emra të mëdhenj si Lionel Messi kanë tërhequr vëmendje për përdorimin e çantave ekskluzive, duke e kthyer edhe një udhtim të zakonshëm në një moment që shpërndahet në mënyrë virale në internet. Edhe gjenerata e re e futbollistëve përfshirë Lamine Yamal dhe Jules Kounde po e vazhdon këtë trend duke e bërë stilin personal në pjesë të rëndësishme të imazhit të tyre publik gjatë turneve të mëdha, ku çantat e markave të luksit si Louis Vuitton, Hermes apo Dior analizohen po aq sa edhe forma sportive e lojtarëve. Ky fenomen tregon se futbolli i sotëm nuk është vetëm sport, por edhe një hapësirë e madhe për modë dhe marketing, ku lojtarët ndikojnë në trendet e stilit dhe në atë që bëhet in në botë.